në vend se kjo të sillte një rritje të vëmendjes edhe një rritje të mundësive për fermerët dhe për sigurimtarjen në fshat, ka sjellë një shkëputje. Në një masë të madhe, kryetarët e bashkive shikojnë fshatin si çështje të urbanizimit, si çështje të infrastrukturës rrugore, të pastrimit, të ndriçimit, por nuk e shikojnë si pjesë të punës tyre të përditshme në funksion të zhvillimit. Dhe jemi në një pikë ku duhet patjetër të garantojmë një kthes në këtë drejtim, sepse ende sot nuk kemi asnjë ndërmarrje të vetme bujqësore të krijuar me kontributin dhe me bashkëpunimin e fermerëve, të sipërmarrësve dhe të strukturave të pushtetit vendor. Janë bërë disa tentativa, por faktikisht nuk mund të themi se kemi krijuar një model. Ndërkohë që kemi vendosur në dispozicion të fermerëve dhe të fshatit edhe një linjë të re kredie nga Banka e Shqipërisë, 250 milion euro, që është një shumë kolosale për t'u përgjigjur ambicieve dhe për t'i dhënë mbështetje projekteve në fshat, por që kjo e kombinuar bashkë me garancinë sovrane që është prej kohësh në dispozicion të fshatit, nuk kanë sjell dhe gjasat janë që të mos sjellin asnjë rezultat domethënës, në rast se ne nuk ndryshojmë qasjen, dhe kur them ne nuk kam parasysh juve që jeni në sallë, po kam parasysh ne që jemi në proces në politikë bërje dhe në vendimarrje. Dhe për të ndryshuar këtë qasje na duhet një bashkëpunim më i afërt me protagonistët që janë në fushën e përpjekjes përditshme në fshat, dhe na duhet një plan për të ndërtuar modelet e duhura. Këtu janë edhe disa prej drejtuesve vendor, me sa shoh, dhe shpresoj shumë që nga kjo bisede sotme të çelim një kapitull të ri bashkëpunimi dhe ndërveprimi me teritoret në të cilat zhvillohet jeta e përditshme e fshatit. Nuk është vetëm linja e re e kredis që ka nevojë të shfrytëzohet maksimalisht dhe që rrezikon të mbetet e pashfrytëzuar, por është edhe paketa e maleve, e cila është një tjetër instrument i ri i vënë në dispozicion të zhvillimit rural, që përsëri rrezikon të mbetet e pashfrytëzuar në rast se ne nuk arrim të ndërtojmë mekanizmat e duhur të ndërmjetëm deri kur këto gjëra të kthehen në pjesë të menduarit përditshëm të komuniteteve, dhe këtu kam parasysh me komunitete ata që punojnë tokën me ata që administrojnë territorin në nivelin vendor dhe në nivelin qendror sipas funksioneve të tyre. Kemi potenciale të jashtëzakonshme akoma të pashfrytëzuara, kemi fatmirësisht, dhe këtë unë kam mundë ta konstatoj edhe personalisht,
realitete të jashtëzakonshme në fshat. Kemi protagonist që jo thjesht kanë ndërtuar një sipërmarrje të suksesshme, por kanë një bagazh të jashtëzakonshëm dijesh. Dhe këto dije janë një pasuri që duhet ta ndajmë së bashku. Mirë, por nuk mund ta ndajmë së bashku nëse nuk jemi ne që vim tek ju dhe presim që ju të vini te ne. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Faktikisht ftesat janë bërë duke pas parasysh edhe faktin që të kemi një numër protagonistësh të administrueshëm në një tryezë diskutimi, sepse natyrisht ju nuk jeni të vetmit, ka dhe plot tjerë, dhe ata që nuk e shohin veten këtu në asnjë mënyrë nuk duhet ndihen përjashtuar, por thjesht ky është një hap i parë për të ndërtuar pastaj një proces, edhe për të pasur tryezat e përbashkëta diskutim për fshatin edhe në nivel qarku.